Hetuesit policor po kryejnë bastisje në komunën e Zveçanit dhe Zubin Potokut më 19 tetor, kështu njoftuan autoritetet e Kosovës. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale, e cila ka parashtruar kërkesën në gjykat për këto operacione, janë duke u kryer bastisje në këto dy komuna në ndyshimin e kryerjeve të veprave penale, rrezikimi i personelit të Kombeve të Bashkuara ose personelit në marrëdhënie me to, vrasje rënd dhe sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare. Prokuroria thot se bashkë me policinë është duke kryer hetimet e nevojshme për këtë rast. Publiku do të njoftohet me detaje pas përfundimit të operacionit, u tha mëtej në njoftim. Sa kaq mësohet se hetuesit policor nga Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda janë duke zbatuar një urdhër të gjykatës me kërkesë të prokurorisë speciale për të kryer bastisje në 9 lokacione në ndyshimin për kryerjen e veprave të ndryshme penale. Operacioni gjithashtu po mbështetet nga njësi të tjera relevante të policisë së Kosovës. Zveçani dhe Zubin Potoku janë 2 nga 4 komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Në këto komuna, viteve të fundit ka pasur tensione dhe më 2023 në këtë zonë kishte pasur protestat të serbëve lokal kundër kryetarëve shqiptar të komunave. Protestat më 2023 kulmuan me përplasjen mes protestuesve dhe pjesëtarëve të misionit paqëruetës të NATO-s në Kosovë, KFOR, në Zveçan më 29 maj. Gjatë kësaj përplasjeje u lënduan 10 ushtarë të KFOR-it dhe protestues. NATO-ja vazhdimisht ka kërkuar që përgjegjësit për dhunën të përballen me drejtësinë. Në shtator të pati viti në Banjës të Zveçanit, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Kosova e konsideron këtë si sulm terrorist dhe për të fajson direkt Serbin. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kosova ka ngritur akt akuzë ndaj tij dhe personave të tjerë që dyshohen për këtë rast, por vetëm ndaj 3 personave po zhvillohet gjykimi, pasi të tjerët janë të paarritshëm për autoritetet kosovare. Kosova kërkon që Serbia të dorëzojë Milan Radojčićin dhe të dyshuarit e tjerë për Banjskën, teksa bashkësia ndërkombëtare kërkon që ata të përballen me drejtësinë.